Unë nuk besoj që njerëzit nuk gëzohen për suksesin tanë, por thjesht mërziten për pa guximin e tyre për me bë sukses. Edhe reflektohet kur e shef te tjetri. Edhe ngjan sikur realisht nuk po gëzohen për ty, por është një krahasim që shohin që vetë nuk e kanë bërë dot. Ua që menjëherë fusin veten në vendin e ne jena pasqyrë njëri tjetrit. Edhe nëse ti je i pavetëdijshëm në gjykimin e tjetrit, je tu gjyku veten te tjetri. Gjithmonë njerëzit kanë nevojë në momente të caktuara të jetë dikush për ta, qoftë edhe për një fjali të vogël që të mos i lej të dorëzohen. Ka qenë dona ndonjëherë pavarësisht formimit tënd, karakterit të fortë edhe bindjeve tua që duhet i bësh gjërat vet, papritur mbështetjen e dikujt, ke qenë ndonjëherë, secili ka momente dobësie, patjetër. Ke qenë ndonjëherë në fazë të tilla kur e ndjer veten të dobët, po themi. Unë besoj që kam kanë ndër vite një fazë jo të mirë, bile se kam da edhe në emisione tjera këtë pjesë, e kuptova shumë vonë, jo keq, po në depresion të thellë. Edhe ndoshta ajo sfida e depresionit thellë që kam përjetuar atëherë më ka bë këtë femër e fortë që jam sot. Edhe kam pas shumë shtetje për me e kapërcy, por unë nuk kam kanë gati me e kapërcy. Dhe jam bë psikologja e vetes teme. Ja kam dalë vetë. Nuk është për gjithëken me ja dalë vetë, nuk është marrë me kërku ndihmë, por unë, faleminderit Zotit, ja kam dalë vetë. Dhe me gjona krejt vogla, me një shprehje që kam një gjuhë dikun, me video motivuese. Dhe ndoshta kjo është arsyeja që më ka shtyr që unë të bëj video motivuese. Se ndoshta një atë moment që unë kam hell një video, dikush është një moment vështirë të jetës tij apo të saj, dhe një mesazhi që merr është gati me një gjuhë dhe mund të japi një ndryshim në jetën e vet. E vren njeriu veten kur është në depresion? Çfarë ndjenje me që e ke përjetuar? Pra, ku e ka parë dona për t'i thënë vetes, okej, unë nuk qenë kam në gjendje të mirë emocionale? Shiko, në kohën teme, flas shumë vite më përpara, kena pas shumë ma pak informacion. Sot gjithkush e kupton luhatin emocionale, gjendjen depresive, unë e kam përjetu, mos tham që e vogël, unë s'kam di që është fjala ankth. S'kena pas informacion, sot as zgjadje me meti ignorant. Më se ti nga që dukesh 20 vjeqe, kur po më flet për vite kështu më përpara. Faleminderit, so. 20, ja. 20, pra, mos ta prish, lutem. Më falë se të ndërpreva. S'ka problem. Po thua që ka qenë edhe kjo një vështirësi, pra mungesa e informacionit, që ka bërë edhe më të ndrojtur që ta flasësh me të tjerët? Unë jam natyrë që nuk i ndaj shumë thjesht gjanat me tjerë. Unë kam një komunikim me veten teme, edhe biles unë e baj si formë shakaj, unë po të kem kamerë në shtëpi, me më pa dikush të folë, thonë kjo nuk është normal. Dikur e kam konceptu kështu, ndërsa sot tham pas kam ditë komunikimin me veten. Prandaj të thashun që nga njerë njeriu ka nevojë qoftë edhe për një fjali të vetme, që sidomos kur e dëgjon në momentin e duhur. Fakti i videove tua motivuese, besoj duhet ta kenë thënë edhe plot njerëz